Viti kalon shpejt dhe festa e teatrit për më të vegjëlit rikthehet sërish në qytetin e Pogradecit. Festivali mbar kombëtar i teatrit të kukullave Zinxifilo ka mbërritur në edicionin e tij të 20 duke sjellë në skenë trupa nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Drejtori i Qendrës Kulturore të Pogradecit, Eritan Kamolli, tha se ky festival është një nga më të dashurit për fëmijët, ndaj edhe këtë vit fokusi kryesor është largimi i tyre nga teknologjia dhe afrimi me artin dhe kulturën përmes shfaqjeve me mesazhe të qarta edukative. Atëherë viti kalon shumë shpejt dhe ne ja kuvim sërish në edicionin 19 të festivalit mbarkombëtar tashmë të teatrit të kukullave Zinxifilo. Është këtë vit ne kemi organizuar, themi mbarkombëtar sepse kemi ftuar trupin e teatrit kombëtar të Prishtinës, Dodona, dhe nga Maqedonia e Veriut kemi trupin e teatrit Pinokjo të Tetovës. Është një festival i shumë pritur sigurisht nga veçanërisht nga fëmijët e qytetit dhe ne jemi përpjekur që me të gjitha trupat pjesëmarrëse të rakordojmë në mënyrë që shfaqjet të jenë të bukura, të jenë me mesazhe të bukura për fëmijët dhe sigurisht të jenë edhe të kuose për ta. Themi në historikun e teatrit të kukullave tematikat janë ezauruar, domethënë janë pothuajse janë zhvilluar të gjitha tematikat. Ne jemi përpjekur që këtë vit, si thua, të fokusohemi tek largimi i fëmijëve nga teknologjia dhe afrimi tyre tek sallat, tek koncertet, tek aktivitetet rinore, aktivitetet fëminore, të cilat i bëjnë më të gjallë dhe më të vlefshëm dhe sigurisht për jetën e tyre. Ky ka qenë dhe funksionimi ynë që dhe shfaqjet kanë mesazhe të cilat i largojnë nga këto mjete teknologjike dhe i afrojnë tek skenave tek teatri. Unë do thoya që ky në fakt është i vetmi festival mbarkombëtar që zhvillohet në Shqipëri. Pjesëmarrës në këtë edicion janë edhe trupa të mirënjohura si ajo e teatrit Dodona nga Prishtina dhe teatri Tetovës. Vlen të përmendet edhe trupa e Vlorës që vjen me një shfaqje që ka në qendër ndotjen e ambientit me titullin Perla e dritës së detit. Regjizori Eduard Ismaili theksoi rëndësinë e sensibilizimit të publikut, veçanërisht fëmijëve, për ruajtjen e mjedisit dhe pastrimin e deteve nga plastika. Vlora si vjet vjen me një pjesë që ka të bëjë më shumë me ndotjen e ambientit. Titulli është Perla e dritës së detit. Është më shumë një shfaqje që ne duam të sensibilizojmë të gjithë njerëzit dhe fëmijët dhe kukullat me anë në gjallësa nënujore. Ato bëjnë punën më të madhe pasi ndërgjegjësojnë njerëzit që mos të hedhin në plastikën, qeskat në det dhe ta mbajnë pastër ambientin. Është një pjesë që ne kemi dhënë në qytetin e Vlorës premier, ka qenë goxha e ndjekur dhe kemi për herë të parë që po japim në festival. Atëherë është edicioni 20 që festivali bëhet. Mund të kemi qenë në 17-18 edicione kam qenë. Edhe kam qenë nxënës në fillim, tani jam vetë regjizor i trupës së Vlorës edhe për mua çdo vit ka atë bukurinë e saj, ka të veçantën e saj, po gjithmonë emocionet ngelen. Festivali ka edhe pjesëmarrës besnik, aktori dhe regjizori Sulejman Kafexhiu, pjesë e çdo edicioni që nga fillimi ndau emocionet e tij duke i cilësuar Zinxifilon si një shkollë të vërtetë arti për teatrin e kukullave në Shqipëri. Këtë vit ai vjen me shfaqjen Patat punëtore me tekst të Sulejman Fugës. Unë jam fatmirësisht një vjetër këtu, vi për të 20 herë në festivalin Zinxifilo të Pogradecit. Është kënaqësi e madhe në këtë qytet, bashkia bën një punë jashtëzakonisht të mirë. Gjë që nuk ndodh ande nga avion, ka një kujdes të jashtëzakonshëm, një punë e jashtëzakonshme. Për të 20 herë këtu mësova shumë, ishte një shkollë për mua. Njojta shumë prodhues të teatrit të kukullave, pra tekst shkrues, aktor, regjizor, dhe mbetet aktiviteti më i bukur për mua. Shfaqja është një pjesë e një teatri të thjeshtë tavoline. E zgjodha këtë pikërisht për teatrin e vogël të Pogradecit. Është hera e dytë mbas rregullimit që unë marr pjesë te skena e re e teatrit të kukullave. Titullohet Patat punëtore, është shkruar nga Sulejman Fuga. Ndërkohë, Teatri Skampa i fëmijëve nga Elbasani sjell shfaqjen Elefanti që donte të fluturonte me autor austriak, duke përdorur teknika të ndërthurura të artit të tavolinës dhe lojës skenike. Për regjizorin Hysen Mullajonuzi, pjesëmarrja në këtë festival është një kënaqësi e përsëritur dhe një dëshmi se teatri i kukullave nuk e humbet kur fuqinë për të magjepsur fëmijët. Këtë vit prezentohet me një shfaqje të Kristin Nostlinger, është një autore austriake, që titullohet Elefanti që donte të fluturonte. Është një pjesë me një teknik
të njohur tashmë për teatrin shqiptar në përgjithësi, është teknika e teatrit të tavolinës, por e ndërthurur edhe me lojën e aktorëve në skenë. Është era e 5 e 6 që ne vim në këtë festival dhe jemi shumë të respektuar dhe të kënaqur që marrim pjesë në këtë festival prestigjioz, shumë të këndshëm, shumë mikpritës dhe shpresojmë që të mbetemi të kënaqur deri ditën e fundit që do jemi në këtë festival. Unë mendoj që teatri i kukullave nuk vdes kur. Dhe fëmijët sato të dhënë të jenë mas teknologjisë, gjithmonë vinë edhe janë shumë pjesëmarrës, shumë dashamirës, neve i kemi spektatorët më special fëmijët, sepse ata dihet që vinë bashkë me prindërit ose me gjyshit në teatr dhe për ne spektatori, domethënë fëmijët janë spektatori më special. Festivali Zinxifilo mbetet I vetmi aktiviteti këtij lloji me përmasa mbar kombëtare në Shqipëri dhe dëshmon për herë se arti, kur është I pastër dhe I sinqert, gjen gjithmonë në rrugën për të zemrat e fëmijëve. Festivali do të përfundojë ditën e shtunë ku do të jepen edhe certifikata pjesëmarrje për të gjitha trupat e teatrove që ju bashkuan në këtë edicion festivalit Zinxifilo.